dashur, jemi rikthyer sërish në studion e emisionit Mëngjesit Zgjo me ne. Këtu pra kemi filluar duke luajtur një lojë shahu. Përballë meje kam shahistin Krenar Tahiri, që është i vetmi shqiptar në Maqedoni që merret profesionalisht me këtë themi lloj sporti, po. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe, Krenar. Mirëmëngjesi, mirë se u gjetë. Po, atëherë përmenda jeni që i vetmi shqiptar që merreni profesionalisht me këtë lloj sporti apo me shah. Fillimisht doja që më tregoje se si fillove që me hapat e parë të shahut, prej kur ke filluar, cila ke ajo që të shtyu të merresh me shah? Po, unë që në moshën 4 vjeçare, në shtëpi me babaun tim, ai më luani me atë shah dhe prej asaj moshe më ka pëlqyer shumë loja e shahut dhe u interesuam për shkollat të shahut. Atë kohë ishte vetëm një, tash janë hapur më shumë. Dhe unë fillova të shkoj diku në moshën 7 vjeçare në shkollë të shahut dhe prej atër, domethënë ishin hapat e parë kur fillova të mirem, të themi si lloj profesionalisht. Po, dhe çka themi e dallon këtë sport shahun nga si themi profesionalisht dhe ato të shahun loja që luan në çajtora apo kafenet? Po, domethënë dallimi mes lojës profesionale të shahut dhe loja që e luajnë nëpër kafene ose nëpër çajtore që luajnë pensionerët, si të themi, është se në lojën profesionale ka shumë rregulla që duhet të respektohen. Disa prej atyre janë që duhet patjetër të ketë orë gjatë lojës, e cila domethënë ka kohë për njërin lojtar dhe kohë për tjetrin. Ka disa rregulla që nëse e ke kapur njërin figur, nuk ka domethënë kthim brapa, përderisa në çajtorën në kafene e kthen brapa, hudhin fjalë nga anash dhe ashtu gjëra të tilla. Po. Përderisa ti flet për shahun, edhe këtu do të luajmë. Sa është vështirë që të merresh me këtë sport? Po, loja e shahut është mjaft e vështirë, sepse kërkon shumë punë. Është një lojë domethënë që në çdo potestë të ardhshëm shfaqen mira kombinime dhe përderisa dikush don që me të vërtetë të krijon një lojë të suksesshme, duhet të ketë parasysh gjitha ato kombinime, sepse ka domethënë në çdo potestë shfaqen mundësi të reja dhe për shahistët profesional çdo lëvizje ata duhet të shohin 10 lëvizje para që të arrijnë sukses në lojë. Po, të ndalemi pak tek garat. Ku ke marrë pjesë, cilët kanë qenë, themi, tek garat e fundit vendit? Domethënë unë kam marrë pjesë, kam filluar të marr pjesë në garat që prej moshës 8 vjeçare. Atëherë kisha edhe, si të them, suksesin tim të parë në kampionatin shtetëror për të rinj, mora vendin e parë. Ai ishte turneu i parë për mua dhe çuditërisht që prej turneu të parë unë domethënë kisha sukses. Kam marrur pjesë në disa gara europiane, në disa gara botërore. Shahu ka qenë një mundësi që të shohun në shumë vende rreth botës. Një ndër sukseset më të mëdha që i kam pas kanë qenë vendi i dytë në kampionatin ballkanik. Po ashtu në Maqedoni 7 vjet me radhë kam qenë domethënë kampioni i Maqedonisë për moshat e reja. Kam luajtur shumë turneje, jo vetëm kampionata evropiane dhe botërore, po edhe në një mënyrë që quajnë open ata turnira, ata janë turnej të hapura. Po, dhe këto pjesëmarrje turnet sa ndikojnë në, për shembull, në karrierën tuaj, po ashtu edhe në klubin cilën je pjesë e këtij sporti? Po, domethënë, këto pjesëmarrje kanë ndikuar shumë në atë, sepse në një lloj mënyre ajo do të thotë e krijon karrierën time. Dhe ajo ishte arsyeja që unë domethënë në fillim nuk isha antar i ndonjë klubit dhe pastaj mora një ftesë nga një ndër klubet më të mira në Maqedoni, të themi, klubi i shahut Alkaloid. Dhe unë do të thotë jam antar në klubin Alkaloid që 7 vjet. Po, Krenar, ti ke lëvizjen e radhës. Dhe
Në trego se cili ka qenë themi ndeshja e juaj më e vështirë që ke përballë, qoftë garrat ndërkombëtare apo vendase? Ndeshja ime më e vështirë ka qenë në kampionatin botëror në Turqi në vitin 2012. Do të thotë atje ndeshja ishte kundër një lojtari që ishte nga shteti i Ukrainës. Dhe si që dim, shtetet slava, dhe më thënë Rusia, Ukraina, ato janë ndër shtetet që me të vërtet i japin rëndësi lojës së shau dhe shumica prej lojtarëve, dhe më thënë, miren profesionalisht, sa që unë kam takuar disa kolegë, disa lojtarë që ata prej në moshën 10 vjeçarëve të më e din se ata kanë profesion të jetës dhe nuk miren me arsimim ose me diçka, po prej asaj moshe ushtrojnë ka 6 ato... Dhe kjo është një arsye që vërtet dalin emra që kemi Kasparovin dhe shumë të tjerë. Ajo për mu ishte ndeshja më e vështirë sepse ishte një ndeshje që zgjati diku rreth 4 orë gjysmë ose 5 orë. Pa pushim? Pa pushim, do më thënë, në lojën e shahut nuk ka pushim. Dhe pas 5 orëve, pas një, do më thënë, betej, ta themi, shumë e vështirë, në fund përsëri loja mbaroi remi ose baras, dhe ishte me të vërtet një lojë e vështirë. Po, ndërsa themi loja më e shpejt që ke dhënë ndonjë kundërshtari matë më të shpejt? Loja më e shpejt kam dhënë matë në disa turne, ashtu matë të shpejt me 3-4 lëvizje, po atë matë e kam mësuar se dhe unë në fillim kam pranuar ashtu lloj matësh, dhe më thënë me 3-4 lëvizje. është do më thënë rast shumë i rrallë që ndodh ashtu, po përsëri mund të ndodh do më thënë të qëllojnë ndë një lojtar që mund të japësh ashtu mati. Po, sa themi ky sport profesionalisht edhe këtu fillon të zhvillohet, më bëjmë një krahasim. Realisht në Maqedoni, do më thënë edhe pse ka disa shkollat të shahut, edhe ka shumë do më thënë shumë të rinj që interesohen, po përsëri nuk ka ndonjë nivel aq të lartë që zhvillohet profesionalisht, sepse ndoshta edhe nuk ka hapësirë për të zhvilluar profesionalisht, po ndoshta më tej me përparimin e shumë gjërave, ndoshta edhe shahu të zhvillohet më shumë. Po, dhe pse sa ndikim ka për shembull profesionalisht kur luan edhe ora që është vendosur? Cila është? Po, ora ka shumë ndikim, po do më thënë ora përdoret në disa kategori. Kemi do më thënë kategorinë e lojës blitz, ajo luhet do më thënë në 3 minuta ose në 5 minuta. Kemi kategorinë e lojës rapid, ajo luhet do më thënë prej 10 deri në 15 minuta, dhe kemi kategorinë e lojës normale që luhen 80% e turneve në gjithë botën, dhe ajo do më thënë koha e rregullt është ku njëri lojtar ka do më thënë 1 orë gjysmë dhe lojtari tjetër ka 1 orë gjysmë, dhe në çdo lëvizje ka shtesë prej 30 sekondash. Dhe për atë shkak do më thënë lojat që luhen në turne profesionale zgjasin mesatarisht diku prej 4 deri në 5 orë. Po dhe çfarë duhet bësh që të jesh janë këtë rast si jeni ju shahist profesional? Çfarë duhet bëjë ndonjë që luan shah, është interesuar me këtë sport? Po do më thënë për të bërë shahist profesional është në pyetje edhe mosha, do më thënë duhet të fillohet prej moshës së hershme, edhe pse thënë që asnjëherë nuk është vonë, po duhet të fillohet prej moshës së hershme dhe duhet të drejtohen në shkollat të shahut, në trener të shahut dhe sa më shumë të luajnë nëpër turne, se sado kudo si në çdo send edhe në shah atë që mëson duhet ta praktikojsh, se nëse bëjmë vetëm mësim pa praktik nuk ka ndonjë efekt. Po dhe sa e praktikon ti shahun në jetën e përditshme? Po unë e praktikoj mjaft shahun, sepse do më thënë edhe pse në Maqedoni nuk kemi atë shumë turne, ka dikun rreth prej 10 deri në 15 turne në vit? Po, mesatarisht, por derisa në shtetet më të zhvilluara në Rusi ka mbi 100-200 turne në vjet. Po unë përsëri e gjej veten dikun di luaj në internet ose në klub mbledhemi me kolegët dhe luajmë.
Po dhe pasi që përmendet internetit, sa të ndihmojnë këtë ndeshjet, të themi lojrat online në internet, sa dhe ata mëson për shembull. Po mëson mjaft, po edhe pse ata janë më shumë që të jesh në rjedha me lojën, që mos të humbish domethënë rjedhat, sepse shumica e lojave në internet luhen domethënë në kategorinë e kohës blitz, që thash, domethënë luhen prej 3 deri në 5 minuta, dhe në ato loja sa ndikon dia domethënë dhe sa je profesionist, atë që ndikon edhe koha, sepse sa do që të kryojsh domethënë një lojë të mirë me përparësi, mund të vijë në fund që mos të kesh kohë dhe të humbësh lojën për shkak të kohës. Po, në këtë rast ke vendosur që mbretëreshën më marrë. Po. Atëherë, sa këtë lojë të shahut doja rekomandoje të rive, familjarëve, miqve? Po, lojën e shahut do të thotë unë u kisha rekomanduar mjaft domethënë edhe moshës së re, sepse është një lojë që pa marrë parasysh nëse arrin ndonjë sukses ose mirësh profesionalisht, është një lojë që të ndihmon shumë në zhvillimin psiqik, domethënë mund të ndihmon shumë për të marrur vendime në jetë, për të menduar më ndryshe, do të thotë, dhe unë jo kisha rekomanduar shumë të rinjve, po ashtu ndihmon edhe në lëndën e matematikës, sepse është domethënë lojë që mjaft kërkon të menduar, analiza dhe kombinime, dhe për atë shkak unë u kisha rekomanduar shumë të rinjve, edhe pse nuk ka ndonjë shkollë të shahut shqiptare në Maqedoni, shpresoj që më andej do ketë, po përsëri nuk është aq domethënë problem, mund të drejton edhe me shkollat e shahut maqedone dhe të ushtrojnë. Pak më parë përmende që nuk ka mjaft gara të mjaftueshme në vendin tonë. Pse ndodh kjo? Mungesë të shahistëve profesional apo ka mungesë të shahistëve profesional, po ashtu edhe Federata e shahut nuk është aq e zhvilluar, domethënë nuk ka përkrahje shumë nga ministria ose nga organet të tjera, dhe për atë shkak domethënë ata nuk mund të zhvillojnë atë shumë lojën e shahut dhe ka turnej më pak, domethënë nuk ka atë shumë turnej. Përderisa bisedonim rreth shahut, mendova që do të habitesh pak sa mirëfejta. E ke profesion. Po. Po, dhe cilët janë themi ato rregullat bazike duhet një fillestar, themi fillestar që don të merret me shah, që janë lëvizjet e para që duhet ti mësoj. Po domethënë loja e shahut ndahet në 3 etapa. Domethënë pjesa e parë është hapja, fillimi i lojës, pjesa e dytë është mesloja dhe pjesa e tretë është fundi i lojës. Çdo lojë themi ka strategji në vete, dhe çdo lojtar që don të mirret profesionalisht, domethënë duhet të mësoj secilat hap pas hapi, duhet të mësoj pjesën e hapjes, duhet të mësoj pjesën e meslojës dhe duhet të mësoj pjesën e fundlojës. Çdo pjesë domethënë ka principe se si duhet cilat figura duhet të lëvizin, cilat figura duhet të zhvillohen më shumë. Është domethënë principi i parë që duhet të bëhet rokada, të mbrohet. E praktikon rokadën? Po, e praktikoj, shumë e praktikoj, sepse në këtë rast mbreti yt është domethënë i hapur, ndërsa mbreti im është i mbyllur dhe është më rrezik. Po, dhe dalgadal po afrohesh ka mbreti. Tregon fillimisht cilët janë, themi, me çfarë më shumë ti fillon një garë, me cilët figura del, si e starton? Ke ndonjë rregull apo varësisht prej kundërshtarit e ndryshon atë? Jo, do të thotë secili lojtar i ka domethënë hapjet e veta, sepse hapjet domethënë prej shumë kohë domethënë më parë i kanë, si themi, i kanë zbuluar hapjet, dhe ka hapje të ndryshme, ka hapje siciliane, ka hapje indiane, dhe secili lojtar sipas stilit domethënë të lojës, se si luan, i ushtron hapjet, i mëson hapjet,
të shoh se cila i përshtatet për të filluar lojën. Unë kur luaj me figura të zeza e praktikoj hapjen siciliane, përderisa kur luaj me figura të bardha e praktikoj hapjen indiane. Çfarë është hapja siciliane? Po ajo dallohet domethënë prej lëvizjeve në fillim. Unë me të zeza kur jam, domethënë me figurat e zeza e luaj hapjen siciliane, ndërsa me të bardha hapjen indiane. Se zakonisht vendos ai që është me figurat e bardha, në varësi prej tij se cilën lëvizje ai do ta tërheq, varësisht prej tij shihet se cila hapje do luhet ose Po, dhe krenar, si dallohen këtu themi shahistët profesional me pikër, si bëhet ajo radhitja? Vlerësimi i shahistëve në nivel botëror është ratingu. Domethënë çdo shahist pasi të luaj 9 lojë me lojtar të ratinguar, ai fiton një lloj ratingu. Ai rating fitohet varësisht se me çfarë lojtar ka luajtur. Ratingu fillon prej 1600 dhe deri në pafund, por maksimumi që e kanë arritur deri tash është diku rreth 2850, domethënë ata e kanë arritur kampionat botëror siç është Kasparovi, Carlseni, Anandi, dhe ato domethënë lojtarët vlerësohen sipas ratingut. Dhe në çdo lojë nëse domethënë luajnë dy lojtarë me rating, nëse ai që është me më pak rating e fiton atë që ka më shumë rating, ai faktikisht në një lloj mënyre ja merr pikët tek ai shkon plus ndërsa tek kundërshtari shkon minus. Po dhe vendi ynë cilin vendi ynë është në pozicion, nuk është në atë pozicion të lartë, sepse domethënë lojtari që ka më së shumti rating në vendin tonë ka diku rreth 2450-60. Ka pasur më së shumti ka pasur domethënë 2600 rating, por momentalisht ai që ka më së shumti ka diku rreth 2460, përderisa në nivelin botëror, përderisa ka lojtar që kanë 2850, që është vetëm 400 poena më shumë, do të thotë nuk jemi në atë nivel të lartë. Po, me që je krenar shahist profesionist, praktikon, luan lojnë në kafene në një... Po, e praktikoj, po, sepse do më thënë, sado që ne e luajmë lojën profesionalisht, ne përsëri do të thotë ndonjëherë kemi dëshirë që të shkojmë të shohim edhe atë anën e se si e luajnë do më thënë në për qajtore, të themi në për kafenej, dhe është, si të them, është interesante, sepse je mësuar të luash në një ambient tjetër dhe për njëherë shkon luan në një ambient ku nuk ka rregull, ku flitet, ku ka zhurmë. Të nervozojnë, të dekoncentrojnë këto? Po jo, nuk më nervozojnë atë shumë, përkundrazi më bëjnë më interesante. Po, dhe ka e hasur ndonjë që ka prirje, ka talent për këtë... Po, kam hasur, ka ndodhur disa herë që unë jam lëshuar, si të themi, se luaj në kafene dhe nuk ka problem, do të thotë se janë lojtarë më të dobët, por përsëri ka shumë lojtarë edhe atje që janë lojtarë të mirë, sepse sado që e bën, domethënë, ushtrimi, sado që e bën treningu, e bën edhe loja, ndërsa ata në kafene luajnë shumë loja gjatë ditës dhe... Po, dhe ushtrimet si praktikon? Ushtrimet do të thotë, loja e shohut kërkon shumë ushtrim, ndërsa mënyra të ushtruarit është pak, si të themi, është pak monotone. Sepse në sportet tjera, sepse edhe shahu do të thotë llogaritet si sport në nivel botëror, edhe pse shumë njerëz thonë nuk mund të jetë sport sepse nuk ka, do të thotë ndonjë aktivitet fizik, por përsëri llogaritet sport dhe ka federat për atë dhe gjitha gjërat e duhura, po. Dhe loja e shahut për të ushtruar është pak monotone sepse në sportet tjera, sado kudo ke aktivitete fizike, del ushtron në natyrë, gjërat e tjera, loja e shahut po ashtu kërkon do të thotë kondicion sado që kërkon psiqik, kërkon edhe fizik, sepse do të thotë duhet të kesh kondicion të rish në një vend do të thotë 5 orë përderisa zgjat loja. Po, do të thotë duhet që të jesh aty dhe të kesh kondicion edhe fizik, ndërsa them që është monotone sepse në sportet tjera ke aktivitete fizike, ndërsa në lojën e shahut thjesht
e vendon tabelën dhe merr librin ose kompjuterin dhe vetëm i lëviz figurat që për dikën ndoshta është monotone. Do thotë duhet të kesh dëshirë shumë të madhe që të jesh i gatshëm të ushtrohesh në atë mënyrë. Po. Kemi edhe pak kohë dhe shpresoj që deri në fund të emisionit t'i shpëtoj Matit. Atëherë, krenar, ndryshe, pse themi nuk kemi shqiptar tjerë profesionistë cilët nuk merren me këtë? Po në Maqedoni nuk kemi, ka, do të thotë në shtetin e Kosovës dhe në shtetin e Shqipërisë, domethënë ka shajs që merren domethënë profesionalisht me këtë sport. Është në Kosovë po ashtu një lojtar i gjeneratës sime, Nderim Saraçi, do të thotë unë atë kam shumë shok të mirë dhe ai do të thotë mirret profesionalisht me lojën e shahut dhe ka arritur disa suksese, po ashtu në Shqipëri ka disa lojtar, po në Maqedoni nuk kemi aq shumë sepse nuk kemi ndonjë shkollë shqiptare të shahut, ndërsa ka shumë domethënë të rinj e kam problem gjuhën maqedonase. Dhe për atë shkak do të thotë nuk ka shumë të interesuar, ka pasur disa të rinj, por për shkak të gjuhës kam vërejtur edhe vetë që janë tërhequr sepse kam pasur probleme. Po, dhe nëse veç më përmende Shqipëri, Kosovë, si është radhitja? Ata janë më lartë në ranglistë? Jo, do të thotë Maqedonia është më lartë sepse në Maqedoni loja e shahut luhet më herët, ndërsa në Shqipëri do të thotë përderisa në Maqedoni ka domethënë shumë lojtarë që janë me rating në prej 2300 deri në 2500, në Shqipëri dikundi mund të numërojmë dikundi rreth 4 maksimum 5 lojtarë. Po, ku përmende pak më parë për shkollën. Çfarë mësohet, në sa zgjat? Po domethënë shkollat e shahut kanë nivele, ka nivele për fillestar, ka nivele domethënë pasi të ushtrohesh si fillestar pas 6 muajsh, e arrin nivelin tjetër dhe varësisht se prej lojtarit do të thotë se a vendos të mirët profesionalisht ose do ta ketë vetëm si rekreacion. Unë domethënë personalisht pas atyre domethënë 6 muajve që kam ushtruar si fillestar, unë edhe pse kam ushtruar në shkollën e shahut në grup domethënë me lojtarë tjerë, unë po ashtu kam ushtruar edhe domethënë kam pasur orë private vetëm ku kemi qenë vetëm unë me trenerin dhe ai domethënë ka kushtuar më shumë vëmendje, më ka kushtuar. Po, këtë rast bëhet edhe orë private, orë shtesë. Po, domethënë bëhen edhe orë shtesë, por atë them varësisht se a don të mirësh profesionalisht ose don ta kesh vetëm si rekreacion. Mënyra se si punohet në ato shkollat e shahut, domethënë ka një tabel demonstrative, ndoshta keni parë ka pasur disa emisione përpara për shah, ka tabel demonstrative, domethënë është treneri dhe bën diku grupe prej 10 deri në 12 veta. Dhe në nivelin fillestar do të thotë ai u mëson lëvizjet fillestare, principet e lojës dhe në fund të çdo ore, domethënë të çdo ore të shahut, praktikohet që nxënësit do thotë të luajnë nga 1 ose 2 lojë mes veti që ta praktikojnë atë që e kanë mësuar gjatë orës. Po, dhe krenar këtë sport do kishe këshilluar miqve apo ata cilët kanë prirje që të vazhdojnë për u kisha këshilluar domethënë shumë më së shumti të rinjve, sepse është një sport që ndihmon shumë në zhvillimin domethënë secilit person dhe të ndihmon shumë po ashtu edhe në pjesën e shkollimit, edhe në pjesën e zhvillimit psiqik, dhe unë do të thotë kisha rekomanduar shumë të rinjve mos të ngurojnë, do të thotë se është në gjuhë maqedonase, edhe unë kur kam filluar në moshën 7 vjeçare, unë nuk kam ditur të flas maqedonisht, po ja nga loja e shahut unë e kam mësuar edhe gjuhën e maqedonishtës, dhe do të thotë nuk është asgjë që duhet t'i frigohen ose diçka, unë kisha rekomanduar sepse me të vërtet kemi nevojë që ndoshta të krijohet një shkollë e shahut, të krijojmë një klub shqiptar të shahut
Është e nevojshme të ketë, pa? Se sado që ka lojtar, për shembull për këta turnirat që i luajnë profesional, shfaqen disa lojtarë që luajnë për kafene, por përsëri është ajo mungesa e të rinjve dhe nuk ka, do thotë, nuk shihet ndonjë perspektivë në pjesën e shqiptarëve, do thotë të rinjve, në lojën e shahut. Por ato Po, ke menduar ndonjëherë që të ketë, themi, mos shkollë, po ndonjë kurs që të hapet për të ri, për shqiptar, praktikisht që edhe ato të motivojnë dhe të vazhdojnë shkollimin me... Po, kam menduar, por do të thotë kam menduar unë që të krijoj një si lloj projekti dhe të drejtohem në ndonjë organ që të ndihmoj për krijimin e atij projektit. Do të thotë nëse jo aq nivel profesional, do të thotë të kenë ndonjë nivel fillestar, ku ata do të fillojnë dhe do ta shohin se çka do të thotë loja e shahut, e mandej ndoshta do të shfaqet dëshira dhe do të vazhdojnë më tej që të miren me atë lojë. Po, dhe dalë po afrohemi ka fundi, unë doja që këtë lojë të përmbyllim. Ja, dhe këtu një shah. Po jap këtë. Mund të lëm Remi, Baras. Baras, po. Në rregull, unë krenar të falenderoj pra që ishit pjesë e emisionit Mëngjesit të Zgjohumene, dhe sado pak njoftuam edhe shikuesit tanë rreth themi shahut profesional, rreth rregullave të shahut. Shpresoj që në të ardhmen të kemi ndonjë kurs apo shkollë në gjuhën shqipe. Të dëshiroj suksese në të ardhmen dhe të shihemi sërish. Faleminderit edhe juve për ftesën.